Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të shikues të nderuar, miq të nderuar, kudo që jeni, ju përshëndesim me përshëndetjen e paqes. Lutim Zotin e Madhërisëm që këta minuta që do t'i kemi në dispozicionin ton, do të mundohemi që ta trajtojmë një temë shumë të rëndësishme, një temë që lidhet me jetën e besimtarit, gjithsesi me programin e jetës së tij. Është fjala për fjalën e Zotit të Madhërisëm, për mbledhjen e gjitha librat me parshme për Kur'anin e Madhërisëm. Aja çka do të bashkëbisedojmë unë Bedriu me Fahrudinin, bashkëbiseduesin tim, ka të bëjë me vlerën, rëndësinë e Kur'anit në jetën e besimtarit. Fillimisht është e udhës që të përmendet se Kur'ani është fjala e Allahut të Madhërisëm, të cilën Allahu xhalla shanuhu e zbriti nëpërmjet melekut Xhibril tek profeti i tij i fundit Muhamedi alayhi salam në një periudhë të shpalljes 23 vjeçare, me leximin e cilit libër ne e adhurojmë Allahun xhalla shanuhu dhe i bëjmë ibadet atij. Fahrudin, kjo është parafrasisht një definicion i shkurt sa i përket Kur'anit, për t'ia rikujtuar gjithë të shikuesve, gjithë atyre që na përcjellën se Kur'ani nuk është thjesht një libër i cili lexohet, përfitohet apo thjesht nuk ka lënë përfitimin, nuk bën ndryshim në jetën e tyre, por Kur'ani është një libër që edhe vetëm nëse shiqojmë apo lexojmë shkronjat e tij, në një farforme jemi duke adhuruar Allahun xhalla shanuhu. Pikërisht për këtë arsye thot pejgamberi alayhis salam, kush e lexon një shkronjë të Kur'anit, veç një shkronjë, atëri ka 10 sevap, 11. Po kush lexon më shumë, për këtë arsye definicionin që e cekë është nëpërmes Kur'anit bëjmë ibadet, adhurojmë Allahun xhalla shanuhu me leximin e tij, me praktikimin e tij, me mësimin e Kur'anit që ja bëjmë tjerëve, me ndëgjimin e Kur'anit, këtë këto janë ibadet. Po edhe kryesore është puna me ta. Nëse Zoti ta ka dhënë atë mundësi që ti më marr me Kur'an, të dije që Zoti ka shpërblymin e të mirë që s'ja ka dhënë kërkujna. Ajo e mirë s'kompenzohet me parë. Nuk mundet me kur far materiale mu paguaj. Për këtë arsye shumë që pejgamberi sa më thotë kujt Allahu ja ka dhënë Kur'anin, më marr me ta. Ndërsa ai e sheh që dikush tjetër me diçka tjetër është më i privilegjuar se sa ai me Kur'an që është, thotë le ta dinë që nuk ja ka ditë vlerën Kur'anit. Po vërtet Kur'ani është diçka që as kompenzohet. Kur jemi te Kur'ani, te libri i Zotit të Madhërisëm, është e udhës përmendet që Allahu i Madhërisëm këtë shpalljet që ka dërguar, këtë libra të shejta pejgamberëve të cilat i ka përmend Zoti në Kur'an dhe ato që nuk i ka përmend, Allahu na ka njoftuar që Kur'anin Zoti e ka veçuar me diçka se rujtjen dhe mbrojtjen e tij nuk ja kalon njerëzve. Po. Dhe këto shihet se Kur'ani ka mbet i ruajtur origjinal për dallim prej librave tjera që na mëson Kur'ani, po ashtu se ato me kalimin e kohës kanë shumë ndryshime. Thot Zoti në Kur'an: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun." Ne e kemi zbrit Kur'anin dhe ne gjithsesi do ta ruajmë atë. Pra ajo që na shqetëson gjithë neve, edhe ne që po bashkëbisedojmë këtu në studio, po edhe teleshikuesit, besimtarët kudo që janë, është se libri jon, fjala jon, na nuk kemi nevojë tash më mirë, a është me vërtetu që është origjinale apo nuk është origjinale, a është fjala e Zotit apo nuk është fjala e Zotit. Na jemi shumë të relaksuar, shumë të bindur se është fjala e Allahut xhalla shanuhu. Dhe këtu ndoshta fillon ai starti edhe vlera e këtij libri, me cilën Zoti ka sfiduar edhe njerëzit edhe xhenet, dhe në farforme këtë tregon që është libër sfidues, ku Zoti ka thonë thërni njerëzit, xhenet bënë ton bashk, edhe nuk keni mundësi me orë me diçka me çka ka Zoti i Madhërisëm. Ndoshta është kjo aja vlera e parë që Zoti flet për Kur'anin. Sigurisht se ka edhe cilësi tjera me të cilat Zoti e cilëson Kur'anin. Po kjo të qetëson shpirtnisht, ato që i arrit vlerën, ajo s'ka pikë dyshimit. Po ajo që e arrin te njeri është që nuk ka ndërhyjë dora njerit në to. Kur e merr din që është tamam pe krijuesit. Për këtë arsye dhe shohim që djali e Abu Jehlit, armikut më të madh pejgamberit alayhis salam, Abu Jehli që është kon, djali i tij kur e pranon Islamin, Ikrama ibn Abi Jahl, transmetohet që kur e ka marr Kur'anin me lexu shpesh herë, i ka rrat pakt, i ka rrat fikt. Edhe e ka marr Kur'anin e ka kthyer dhe ka thonë fjalë e Zotit tëm. S'ka thonë ti e merr ndoshta një libër, thu filan autori, filan doktori, filan docenti, ama pe Zotit kur është, do thotë duhet me ndi që është një dhuratë, edhe duhet me pas konsiderat që me të duhet me kon shumë i afërt. Për këtë arsye shumë që është thonë që
ka thonë Imam Shafiu, nëse kishit mi pastru zemrat e juve, fjala kishit mi pastru pe gjunaheve, s'kishit mungi me Kur'anin. Ndërsa na sot Kur'anin fatkeqësisht shumë njerëz Kur'anin e marrin e kanë dekor, Kur'anin e marrin e lojnë në raft, Kur'anin e pështjellin me ndonjë peshkir ose diçka dhe e lojnë, ndërsa Kur'ani realisht është për mu marr me to, Kur'ani është me jetu me to. Po sigurisht. Me pas program të jetës e jo Kur'anin me patjetër Kur'ani ka bukurinë vet edhe në raft nëse lihet. Mirë po bukuria më e madhe është marrja me to edhe me pas program. Për çfarë do thotë nuk është e udhës që me kam për atyne që, siç ka thonë njëri prej dietarëve, Kur'anin na sot për dallim prej shokëve të pejgamberit e som që ja kanë ditë vlerën realisht, ata Kur'anin e kanë marrë për me punu me to. Dorso na sot kënaqem me ndërgjimin e tij ose veç me lexim. Te kjo pikë në shtash të udhës me përmend kur po flasim për vlerën e Kur'anit dhe ndikimi i tij në aspektin praktik që me qenë program. Kjo është shumë e rëndësishme. Shpesh herë nëse më thon çuçi ka cilësu pejgamberi alayhis salam Kur'anin dhe çfarë vlerë ka. Para se më thon çuçi ka cilësu Kur'anin ose se ka vlerësu Kur'anin pejgamberi son, ashtu më çuçi ka vlerësu vetë Zoti që ka shpall. Sa bukur Zoti në Kur'an, për shembull, kur lexojmë një prej ajete thotë vërtet ky Kur'an udhëzon për tek aja që është stabile, e qëndrueshme, domethënë tek aja çështje që është domosdoshme. Dhe ajete tjetër Zoti pequn Kur'anin si shpirt. Thotë ne ta kemi shpall ty o Muhammed një shpirt nga ona jonë dhe një libër të qartë. Domethënë, sikur Zoti po do më thonë se Kur'ani nuk është libër i thjeshtë, por realisht ai që punon me Kur'anin, praktikon Kur'anin, e mëson Kur'anin dhe i përmbat udhëzim me vti, ai realisht është shpirt që jetës që ati personit i jap gjallëri. Edhe Allah po thotë në Kur'an, ne kemi zbrit, kemi zbrit Kur'anin që është shërim dhe udhëzim. Domethënë dy cilësi tjera të Kur'anit, është shërim, po shërim dhe udhëzim për kanë për besimtarët. Udhëzim, shërim, mëshirë për besimtarët. Domethënë ata që i besojnë këtij libri dhe ata që janë të bindur se ky libër është nga ona e Allahut xhallahu. Ndoshta krejt këto cilësi dhe cilësi tjera që sigurisht Zoti ka veçuar e tregojnë atë madhështinë, po flas madhështinë që Allahu xhallahu ka shpall Kur'anin dhe Allahu është ai i cili më së miri e din vlerën e tij. Prandaj ndoshta këtë shprehje të shpirt, mëshirë, ilaç apo shërim dhe që Kur'ani nuk ka kundërthonje se cilën libër që e shkruan secili autori më i njohur në botë që është. Zoti të takon shembullin më i lartë. E shohim libër sado që na pëlqen ai libri, por vetë autorit, sikur që ka thonë ai dietarë, sikur të shkthyja, herën e dytë kishte thonë sikur që të fjalit e kisha bë pak më ndryshe, ose kisha bë që të shkrim pak më përpara kisha përmend, ose këtë tregim ka fundi, se është çfarë tregon kjo? Kjo tregon që njeriu është i mangët, i dop. Ndërsa Allahu xhaleshanu, domethënë në Kur'an nuk gjon domethënë kundërthonje. Prandaj kjo është ajo që e qetëson edhe shpirtin e besimtarit edhe vetëdijsen besimtarin që vërtet me marr Kur'anin si menhej, si program të jetës. Kështu është edhe natyrisht pejgamberi. Pejgamberi sa më herë një prej djemve të ri të Medinës, Enes ibn Malikun, pejgamberi sa më thotë djalosh. Thotë këshilloj mu marr me librin e Allahut, me Kur'anin, me ngjese mbrëmje. Për çfarë kanë thonë shumë për njerëz, mos mush me lexu për shembull që do ta shohim ato që e ki program. Nëse i ke bëu vetë program me lexu çdo ditë ka gjys faqe ose një faqe, mos mush me lexu sport merrem në dorë bilem hape Kur'anin. Ma e pokta. Do thotë me pas në dorë. E pejgamberi sa më thotë Enes ibn Malikut pi thotë djalosh, mos shkon dita pa e qel Kur'anin me ngjese mbrëmje, pa lexu Kur'anin me ngjese mbrëmje. Për çfarë arsye? Ato që ka e cik, që Allah i ka thonë është shpirt. Se po thot pejgamberi sa Kur'ani e ngjall zemrën e vdektë. E ngjall, jep shpirt. Se mundet me kon zemra me funksionu, a moralisht ajo është e vdektë. Pa librin e Allahut xhashonu, thot edhe Kur'ani i fshin edhe i largon gjunahet. Sa i përket shërimit që është ilaç na shumë sot përmes do të rrjeteve sociale ja sot ja kur po dëshmohet që shumë raste që nuk ka do të thotë raste të cilat mjekësia nganjëherë nuk mundet mi shëruar, që nuk kanë bëjnë ndoshta me aspektin e mjekësisë, i shëron Kur'ani. Sidomos ato ndoshta smundjet shpirtërore, smundjet që janë mbrëmshme, që lidhen domethënë me stresin, me depresionin, cilat e shohim na nganjëherë ndikimin e Kur'anit, subhanallahu nganjëherë shohim ndoshta një njerëz që është hiç besimtar, s'është musliman, por kur e dëgjon leximin e bukur të Kur'anit, mahnitet dhe lën gjurmë.
Kurani është vetë për ka natyra tina dhe edhe ju musliman ti mahnit, subhanallah. Hiç mos me kon musliman kur e ndëgjon Kur'anin, se është fjalë e Zotit, është fjalë e krijuesit, ai ka me prek në zemër. Për këtë arsye tregohet që në kohën e jetës thirrjes në Mekë, do thotë 13 vite në Mekë, ne dim që lufta më e madhe që ka bëu pejgamberi sa më është kon gjatë tyre vjetëve. E në këto ditë zeza, nëse mund më thonë, që janë kanë për muslimanët, maltretimi më i madh që u ka bëu muslimanëve, në këto ditë armiqtë e Islamit ka pasur ty në cilt kanë shku edhe kanë dëgju pejgamberin sa gjatë natës kur ka lexuar Kur'an, kanë shku e kanë dëgju tinza, si janë kanë musliman. Shet. Ama shpirti ja ka lyp zemra me shku me nguqat Kur'an. Ama s'u kanë musliman. Ka pas raste që janë zatit, janë taku me njëri tjetrin tu u kthy. Kur janë taku, o filani, dytë jo musliman. A gjatë ditës se kanë luftuar vazhdimisht pejgamberin sa, kanë thonë ja dhojnë besën njëri tjetrit të mos me kallëzu. Do më ndalte përderisa po flasim për vlerën e Kuranit dhe shumë bukur e ilustrove me këtë shembull rasti kur pejgamberi sa me ka cilësu Kuranin. Natyrisht është ajo fjalia e tij, ato disa fjali të cilat I ka përmbledh pejgamberit që janë shkollën më të lartë të ratërisë që ka përshku, po do të ndala vetëm ka fundi I atij definicionit që ka dhënë pejgamberi sa ka thonë Kurani, ka thonë kush flet me Kur'an e ka thotë vërtetën. Kush punon sipas tij ka më shpërbly. Kush gjykon me Kur'an ka më mojë drejtësi. Dhe ai që thret me Kur'an, I fton njerëzit me Kur'an, ai ka më udhëzu. Subhanallah, nëse është secilën fjalë, domethënë sikur pejgamberi po do më na thonë që na po flasim për leximin e Kuranit, po nuk kemi pejgamberi sa po do më na tregoj që jo vetëm me lexim, çushim I mësuan vetëm me lexu, po munol me meditu. Zoti në Kur'an shpeshherë afala yatadabbaruna al-Qur'an, kur ja ka të rish vetën edhe muslimanëve, po a nuk meditojnë rreth kuptimeve të Kur'anit, për shkak që përmendet që në fjalën Imam Shafiit, po dhe atë kuptimi I asaj fjale që është atë dietari nuk ngopet kurr. Domethënë për leximin e Kuranit. Domethënë sa më shumë që lexon dietari, aq më shumë gjerman, aq më shumë domethënë thellohet në kuptimet e tij. Përmend pjesën e dytë të ajetit, a nuk pe meditojnë Kuranin, a nuk pe kuptojnë Kuranin, apo mos zemrat I kanë mbyllta me dry. Subhanallah, sikur Zoti po do më thonë që gjinohat, gabimet, lëshimet janë ato të cilat ja bëjnë perdë zemrës njerit, tani edhe kur e lexon fjalën e Zotit ose kur e ndëgjon ose kur fshillohet me fjalën e Zotit, nuk lën gjurmë. Nuk e pranon. Nuk e pranon. Kurani një prej prej detyrave tona në raport me Kuranin, që kemi obligim është që me përjetu Kuranin. Me përjetu. Pa përjetuar Kuranin për shembull, tash po a Kurani a mundet më përjetu Kuranin nëse sa kuptojmë? Po. Ka njerëz që subhanallahu unë di pleqtë na që janë, nuk arabisht s'kupton absolutisht hiç. Gjuhën po edhe shqip nuk di me lexu. Hiç shqip s'di me lexu, arabisht një fjalë vesh nuk e merr. Ama e qel Kuranin, po them ka raste që I di, e qel Kuranin edhe për shembull ka vetë e ka vetë ndonjë hoj. Ku është për shembull kul vallahu. Sa e din që ato përmend që kam mësuar pe fëmijë. Edhe tash e qel Kuranin çatë e ka marrë mend ose I ka lënë ndonjë shaj atë dhe qel Kuranin dhe çatë I duket që është të e lexu. E përjeton. E ndin kënaqësinë e tina. Për këtë arsye un po them, nëse vjen një letër pe dikujt që një njeri që e don. Edhe kur të marrësh kohë pas kohë ato me lexu, mundohesh me përjetu, mundohesh me ndi çush e ka shkruar, ka shkruar, çfarë sjellje ka bë. Për një njerit, ama për I krijuesit. Këtë varodën një thonje, një rast, një ngjarje, pas ka një njeri nga Jemeni me mësu Islamin te pejgamberi alayhis salam dhe pejgamberi pas ka thonë Abu Dharr al-Ghifari pas ka thonë lexoj mësoj diçka pi Kuranit, mësoja. Edhe Abu Dharr pas ka filluar surën e Zelzele. Kur ardh ajetet ka fundi I surës, fama ya'mal mithqala dharratin khayran yara, ai që punon sa grimca apo thërmia atomit, nga e mira do ta sheh ato kur del para Zotit si hub. Po nëse nga e keqja, edhe tash kur kam rrit te ky ajet, tu ja lexu këtë surës këtij personit, atje ka prek në zemër, në shpirt. Edhe ai ka thonë ai nalo. Ka thonë pse? Ka thonë nalo. Ka thonë Allahu, edhe për kam na marrën pyetje. Të Zotë kemi po edhe ato thërmijat, gjonat e emta që kemi bo, edhe fillojnë me dal lat. E thotë mjafton kjo mu.
Ato që e dëgjova prej Koranit, u mjafton mua që me bë program tjetës. Domethënë subhanallahu, kjo rast i këtij Është shumë personi interesant pse me pak ajete në realisht e ka mësuar Islamin. E ka ditë çfarë prat njësë çfarë do të thonë nuk u kon i leximi i Koranit tyne u kon për jetem. Ata nuk e kanë lexuar veç Koranin me depërtu veç me bohatme që është e njohur tek ne, apton veç e me ngjëçi e kum lexuar në Koranin prej fillimit deri në fund e kum bohatë e kum përmbyll, po domthoni ka kushtuar rëndsi, ata kanë jetu dhe kanë lëndruar në pra jetë. Për këtë arsye pejgamberi sa kur e kanë vet Aishën gruajën e tina, nonën tonë, nonën e besimtarëve, e kanë vet për moralin e pejgamberit, ai sa mund të lidh me këto që e the për jetimi edhe puna me Kur'an. Ka thonë Aisha nuk ka thonë për pejgamberin sa është i sinqert, është i drejtë, është i mëshirshëm, por ka thonë morali i tina është Kur'ani. Merr Kur'anin lexoj, këshillën praktik e sjelljen e pejgamberit sa. Po në Kur'an që jetë në dy kohë. Në Kur'an që jetë në dy kohë. Subhanallah. Në Kur'an që do thotë realisht qitet në praktik. Njëjtë janë kohë në shokët e pejgamberit sa. Për secilin thonë dietarët ke mujt të thotë në një farforme me pa një kopje të Kur'anit. Pse se ka praktikuar ato që ka thret Kur'ani. E shohim Bishr al-Hafi kur e ka lexuar ajetin kuranor ku Allahu xhallahu ka thonë e kemi zbrit Kur'anin që në to është përmendja juve. Përmendja juve është për qëllim ka thonë dietarët që i përmend veprat, cilësitë, llojet e njerëzve, ka thonë tek shyrri pe cilit lloj jam. Ka nis tash ka hyrë në veten e ka shtin raport me Kur'anin ku është. Ka thonë masi veç po përmend kanë punë cilësitë, sifatet tona, tek shyrri ku jam unë. Ajetin vazhdim thot Allahu inal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Dy fytyrëshat janë shkallën më të rëndë xhenemit, më të ulët në xhenemit. Ka thonë jo pe shtynës jam unë. Ka vazhduar ajetin tjetër. Allahu ku thot ata besimtarë inal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Besimtarët sinqert janë ata që kur u lexohen ajetet e Kuranit dhe përmendet Zoti, aty ne ju rënqetet trupi dhe ju shtohet imani. Ka thonë s'jam as piktyne. Subhanallah. Ka bashkëbisedu me Kur'an. Kur ka ardhur ajeti, ata cilët i kanë përzi veprat e mira me veprat të këqija, kanë edhe punë të mira dhe të këqija, ka thonë unë jam peqityne. Dhe e kanë përjetu, e kanë llogarit sikur Kurani ka të bëj pikërisht me to, dhe Kurani me secilin prej neve ka të bëj. Po sa na e përjetojmë gjithë. E shohim ashta farodin edhe kurimet e leximit të Kuranit dhe meditimi rreth tij. Një peshë pejgamberi sa më që ka ardhur, ka thonë pejgamberit me lexu për mbrana një pjesë të ditës komplet Koranin. Pejgamberi që ka thonë i ka për sa kohë me lexu. Për sa kohë me lexu domethënë. Vet forma që pejgamberi sa sikur e ka porosit ato, e ka këshilluar që me marr kohë më shumë. Sikur pejgamberi domethënë që nuk është qëllimi veç me kry. Veç me bë. Po qëllimi është me jetu me Koranin. Domethënë se Korani nuk mund të më kon laj shpirt me pas rolin e shpirtit edhe të loqet nëse në farforme nuk e përjeton edhe nuk noçesh me ta. Për këtë arsye do të thotë shumë rast interesant është kanë thonë disa dietarëve se i ka thonë sa kohë me lexu, ka thonë pejgamberi sa për një muaj 30 ditë, ka thonë muaj më shpejt 20, më shpejt 10, ka thonë 5, në fund 3, ka thonë më pak se 3 jo. E kanë thonë dietarët, do thotë mas shpeshti po mushi me lexu, do thotë mëra 3 ditë, po mas rrollti në 30 ditë, një herë në muaj. E na sa realizojmë Kur'anin. Ka njerëz që paki kur në jetën e vet se ka lexuar Kur'anin. Ose ata që janë pak më aktiv e lexojnë një herë në Ramazan, e bujnë hotën dhe mo hiç. E udhës është farodin me përmend këtu se po kuptohet vlera dhe rëndësia e Kur'anit edhe këto fjalë dhe këto shembuj që u thanë. Pasi që jemi tek pjesa praktike që kërkohet për neve me bon, pejgamberi a.s. e ka përmend shumë bukur, ka thonë, më i miri për jush është ai që mëson Kur'anin dhe mëson tjerëve. Do thonë pejgamberi nuk ka pranuar që ti me përfitu diçka e tjetri jo. Po nëse ti përfiton për Kur'anit, fryt që ti të përfitu Kur'anit është kur ti nuk mundesh më kënaqsh vetëm me veten. Po çka ka lënë hapin e bën hapin tjetër. Reflekton të tjetri, mëson tjetrit. Pastaj thonja tjetër që ka thënë pejgamberi ditën e gjykimit, do t'ju thuhet robëve, lexuesve të Kuranit, lexo dhe ngreto. Lexo sikur ke lexuar Kuranin, pozitat larta në xhenetit, edhe deri te ajeti i fundit ku ka lexuar se ka mësuar se ka praktikuar, dhe ato do të ndryjnë. Tani
hadithi tjetër që ka thonë pejgamberi sa këtë këtu për sidomos për ata që na përcjellin këto momente, ka thonë pejgamberi selam, hafuzët Kuranit, domethënë nëse prindve kanë një fëmijë që ja kanë mësuar Kur'anin fëmijës, atyre Allahu xhallahu do t'i bëj kurora, xhenet. Do të dallohen. Po, domethënë çfarë tregon kjo? Kjo tregon se Allahu xhallahu i ka ngrit. Një profesor na thëjë neve kur na mësoi Kur'an, leximin e Kur'anit, thëjë kushton rëndësi shumë Kur'anit. Se Kur'ani nuk ju lën të hutun. Nuk ju lën domethënë për shkurt ju tregon program. Edhe thëjë përmbani Kur'anit të mësimeve të Kur'anit se Zoti edhe rrezikun ja ushton. Edhe këtë mjet, edhe i morni fra përfundimi, ordin kështu kum lexu për njerëz të kaluar njerëz të mirë, po edhe të kohës tonë sodit, edhe njerëz që i një, edhe kum kthyer pak suksesin e tyre në jetë. E kum vrejt që ku është ai sekreti, kum vrejt që çelësi suksesit të tyre është ata i përkushtojnë shumë Kur'anit. Edhe më ka bërë shumë përshtypje me këto për përmbyllin këtë pjesë që Khalid ibn Walidi, kur Khalid ibn Walidi në fund të jetës tij pas ka filluar me çajt. Edhe pas ka lutu të Kur'anit, pas ka marrë Kur'anin, ka thonë pse? Ka thonë nëse i kum hir dikujt në hak, i kum hir Kur'anit. Ka thonë pse? Se Khalid ibn Walidi këtë kohën e ka kaluar në lufta. Dhe nuk i ka afruar mundësia shumë, ka thonë nëse i kum hir dikujt në hak, realisht ai shpirtin e tij e ka shit një fakurë në rrugë të Zotit për Zotin. Po megjithatë e ka llogarit lufta e ka penguar pe Kur'anit. Pe Kur'anit, domethënë lufta në rrugën e Zotit, jo luftë çu sa të bëhen luftra, domethënë namen. E çamë thon ata që Facebooku, lojrat e ndryshme, futbolli e shumë sene tjera e dynjaja i pengojnë pe Kur'anit. Ky arsytu që pas na lin hak shkoku i luftës për rrugën e Zotit. E çamë thon pra ata që smiren me Kur'an shkoku i çështjeve të dynjas. Për çata një prej obligimeve të Kuranit që u cek më herët që e cekën me mësuar dhe më mësu tjerëve. Çfarë kur ti thosh donjë pse bëj mëson valla është tjerë bëm. Po Allah i po thotë wala qad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr. E kemi lexuar Kur'anin me mësu. Fa hal mi mudhkir. A ka kush që do më mësu? S'ka, mrekulli e kalon Zoti. Kur'ani çfarë shpejt mësohet për 2-3 javë mëson Kur'anin. Për 2-3 javë. A jem gjendje me shku në kurse ndryshme, gjuhë ndryshme, gjuhë mas gjuhë. Kuptimin e mëson leximin. Leximin o fjala, leximin e Kuranit, për me lexu po flasim. A jem gjendje me shku në kurse për gjuhë, me nivele, e me vite, për me mësu një gjuhë. Qa mi thonë Zotit nesër, pse se ke mësu? Me shfar arsutimi. Unë i thamë, farudën shpesh disa nxonca, me të cilat mësojmë bashkë, i thamë që nxonca dhe studenta, i thamë që kur thonë vështirë me mësu leximin e Kuranit, i thamë po ju keni mësu ashtu çështë atje. Mëson gjuhën angleze, mëson gjuhë tjera, mëson rana na tani ku është shumë të shkurt pe seriale, ka 3 që i mësojnë domethënë gjuhë të huaja. Pa nuk janë gjendje që më apo vetit një muaj ditë në kurs intensiv me mësu fjalën e Zotit të Madhreshëm, ashtu që ka thënë pejgamberi sa e lexon në shkruajin ti, i ki 10 sevape. Ka diçka që njëri mund të fitojë sevape më shumë se sa me lexu Kur'anin. Dhe ditën e gjykimit ka më kon ndërmjetësues Kur'ani. Ka thënë pejgamberi sa pas shemi edhe muajin e Ramazanit, muajin e Kur'anit, edhe muaji i agjerimit. Po pejgamberi agjerimi dhe Kur'ani kanë ndërmjet super robën ditën e gjykimit. Dhe Zoti me duan me lutjen o Zot bone Kur'anin argument që na animon neve jo kundër nesh. Për neve jo kundër nesh. Dhe Kur'ani ka më thonë o Zot mundsa më ndërmjetsu për filanin, për ato që e ka lexuar Kur'anin, kur thotë Zoti pse? Thotë se e kum penguar natën pe xhumit. Domthon ajo merr me leximin. Se kena sta këtë këtu porosit pejgamberit alayhis salam, porosit Kur'anit, vlera e tij tregojnë që kemi realisht edhe shumica probleme që i kemi në familjet tona, në shoqërinë tonë, në rrethin tonë, janë si rezultat që jemi larguar shumë prej Kuranit. Ka humb bereqeti. Ai që smirret me Kur'an le ta dinë që bereqet nuk ka. Ai që smirret me Kur'an le ta dinë që problemet, depresionin, mërziat, galet le ta dinë që kthimi edhe shërimi është vetëm te Kur'ani. Marrja me to. Për këtë arsye thot pejgamberi sa Allahu me Kur'anin i ngrit disa i poshtran. E varet kjo për neve se sa e dim vlerën, sa mirëm me to. Për këtë arsye shohim që Kurani e ka dhe anën shpirtërore që i luan shumë rol për ngritjen e imanit, është edhe me përjetu Kuranin, me ndi. Kurani pejgamberi sa më ka thonë kur të lexoni Kuranin çani, por nëse s'mundeni me çajt atëherë bëni sikurse po çani. Është fjala me përjetu Kuranin, me ndi lezet, me ndi kënaqësi, ëmbëlsirën e imanit edhe leximit Kuranit me përjetu. Na pak e përjetojmë këto. E shohim që të partë
kur e kanë lexuar Kur'anin ose kanë dëgjuar Kur'anin, shumica e njerëzve kur e kanë pranuar Islamin kohën e pejgamberit sa më dhe jo musliman kur janë kanë janor, as ju ka fol pejgamberi sa më diçka tjetër jashtë Kur'anit, veç ju ka lexuar Kur'an. Çka e ka bëu Tufejl Dawsin prej Yemenit, një njeri shumë zotni, një njeri shumë ngritun, ama mi rrjedh lot me pranu Islamin. Çka e buni mbretin e Etiopisë të atëhershme që me ran sejdë. Fjalët e Kur'anit. Çka e buni me thyn zemër Omerin që u kanë i vrasht, u kanë i ashpër Kur'ani. Këtë këta njerëz Kur'ani i ka prek. Zbut zemrat. Ja, u ka zbut zemrat. Për këtë arsye shohim kur erdhi një grup prej Yemenit, një delegacion me pranu Islamin para pejgamberit alayhis salam, edhe pjo lexon pejgamberi sa Kur'an. Sikur tjerë, Kur'an ju ka lexuar. Edhe ata tu e ngu Kur'anin kaq. Subhanallah. I kqyr Ebu Bekri, subhanallah, kush është Ebu Bekri? Mene armas pejgamberi sa Ebu Bekri u kanë. Njeri që kur ka thon pejgamberi sa kur osmu jetën kur kohën e fundit jetës tij kur osmu, ka thon urdhon Ebu Bekrin me dal më fal namazin imam. Ka thon Aisha oj dërgumi Zotit Ebu Bekri çaq shumë kon kur lexon Kur'an sa që smirët vesh ka lexon. Çaq e ka prej Kur'ani. E tash Ebu Bekri u nal pikëqyr këta të Yemenit ka kojnë ka pengojnë Kur'anin. Po thotë Ebu Bekri subhanallah, në fillim të Islamit. Për veti po thotë, a ky gjithmonë ka prej Kur'anit. Në fillim të Islamit thotë i na kanë çështë sikur këta kur kena ngu Kur'an kena kajt. E kur na u kanë prish zemrat thotë që i na buç na u kanë forcu. Ajeti që thotë Zoti i Madhreshëm ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me përmendjen e Zotit zemrat qetësohen, kënaqen. Në dietar kur e komenton thotë a ka përmendje të Zotit më të madhe sa me lexu vetë fjalën e Zotit. Kur ti e lexon fjalën e Zotit ashtu siç thotë, edhe nëse në rastet kur nuk e kupton, që thirrja jonë është që edhe me kuptu, në mënyrë që me shiu më shumë, e ndjen, është një lloj force e cila e zbut zemrën, e kënaq zemrën, e shton për kushtimin, të largon pak sikur njëri kur e lexon Kur'anin edhe zhytet mendime, edhe në kuptimet e Kur'anit, sikur del prej dunjas. Ose sikur shpirti i tij ka udhëtu dikon këtë botë tjetër. Prandaj, ndoshta se jemi në minutat e fundit të emisionit, po ky bashkëbisedim po besoj që sadopak ka luajtur rol që për teleshikuesit në rand parë për zemrat tona, por edhe zemrat e teleshikuesve që mu zbut ato me kuptu vlerën dhe rëndësinë e Kur'anit dhe me kuptu që pasi që jemi muajin e shejtë Ramazanit, Ramazani dhe Kur'ani, Ramazan realisht për hatër të Kur'anit Zoti la edhe Ramazanin edhe të tjerat. Prandaj është ashtu udhës që nëse kemi neglizhim, kemi hinë hak Kur'anit gjatë ditëve dhe muajve të kaluar, bële gjatë këtyre ditëve të mundohemi që t'i kthehemi Kur'anit dhe t'i kthehemi ashtu siç ka kthy pejgamberi selam. Më kujtu thonja kur pejgamberi selam ka thonë nuk ndodh se në shtëpi për shtëpive të Zotit apo një vend mu të bu njerëzit me lexu Kur'anin, ka thonë përveç se në atë vend zbret mëshira dhe qetësia e Zotit të Madhreshëm, zbresin edhe me laqet dhe i kaplojnë me kretë e tyre. Inshallah Zoti i Madhreshëm na bën prej të tillëve, nëse kje diçka për fund me cilën po. Pasi veç jemi edhe në muajin e Ramazanit, ashtu edhe çu e the që kreç ka lexojmë historinë të parëve ton, muajin e Ramazanit ju kanë kushtuar veç Kur'anit. Veç me Kur'an janë marrë. Nuk janë marrë subhanallahu me shkrimin e haditheve të pejgamberit alajhi se merr me shkenca të tjera. Me shkenca të tjera që janë marrë kur gjë veç janë marrë me Kur'an. Se ky muaj është muaji i tina që për to që u the që e ka nderuar Zoti këtë muaj me zbritjen e tij. Por që ta thosh Zoti që na çato që i kemi hin hak, u mundu me kompenzu. Allah e shpërbleft. Vëllezër dhe motra, kështu arritëm në fund të misionit duke lutur Zotin e Madhreshëm që na mundsoj me mësu, me lexu drejt Kur'anin, me kuptu Kur'anin, inshallah Zoti e bë Kur'anin pranver të zemrave dhe shpirtrave tonë, kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.